Lideri i opozitës maqedonase Venko Filipçe ka deklaruar se LSDM mbështet marrëveshjen për partner strategjik me Mbretërinë e Bashkuar dhe se deputetët do të mbështesin atë në parlament, por ai pyeti kryeministrin Mickoski se a është e gatshme qeveria të pranojë akomodim të emigrantëve në vendin tonë. Ai akt, ai gjest është për t'u përshëndetur dhe ne do ta mbështesim atë marrëveshje kur të vijë në parlament për ratifikim. Por pas informacioneve në media britanike, po e pyes qeverinë nëse është e gatshme të diskutojë akomodimin e emigrantëve në vendin tonë, pasi Shqipëria hodhi poshtë marrëveshjen me Britaninë e Madhe, duke pasur parasysh se ka një marrëveshje të tillë me Italinë. E pyes qeverinë, a janë vërtet të gatshëm të diskutojnë me Britaninë e Madhe vendosjen e emigrantëve në vendin tonë, deklaroi kryetari i LSDM-s Venko Filipçe. Por kryetari i qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut Hristian Mickoski është shprehur se përfitimet e vendit tonë nga marrëveshja historike për partneritet strategjik me Mbretërinë e Bashkuar janë të mëdha. Sa më shumë marrëveshje strategjike dhe partneritete të tilla që kemi me faktorë të mëdhenj dhe të rëndësishëm botror, siç është Mbretëria e Bashkuar, aq më afatgjat do të jetë stabiliteti dhe perspektiva e Maqedonisë si shtet, por edhe qytetarëve të saj. Jam i bindur se një miqësi dhe partneritet i tillë mund të sjellë vetëm gjëra të mira për qytetarët. Në kuptim ekonomik, kjo është arsyeja e dytë. Tashmë kemi përmendur se kemi një kornizë me të cilën na vihen në dispozicion rreth 6 miliard euro ose rreth 5 miliard funta. Bëhet fjalë për 2 lloje projektesh që janë dakorduar për realizim, theksoi kryeministri Hristian Mickoski. Bëhet fjalë për projekte transformuese që synojnë të shtojnë vlerë, jo vetëm në cilësinë e jetës së qytetarëve këtu, por edhe në ekonominë maqedonase në përgjithësi, është decit kryeministri Mickoski. Në ditët në vijim do të realizohet edhe një vizitë në Londër, ku delegacionet e larta nga të dyja qeveritë do të nënshkruajnë marrëveshje.